Burri nuk financon ekonomikisht. Për fëmijët paguajnë 50-50, por ai ende pret që unë të kujdesem edhe për nënën e tij dhe rrin në shtëpi me të gjatë pushimeve. Unë paguaj vetë biletën time të avionit dhe për këtë arsye duhet vizitoj familjen time, por ai më thotë se është burr dhe mund edhe të më ndaloj dhe të mbyllë në shtëpi. A mundet që një burr që nuk plotëson të kërkesat elementare si bashkëshort të mbajë të mbyllur për kujdes për nënën e tij? Jo. Jo. Ky burr të kishte gjykat sheriati, unë të isha gjykatës, e kisha rras në burg, pasha Allahun që s'ka zot tjetër veç ti. Pasha Zotin, kisha gjë në dorë, të isha gjykatës, se unë kam marru sheriat. Pasha Zotin, këtë far burri e kisha arrestu, pa u çu nga salla e gjyqit. E kisha çuja 6 muaj në burg, atje që kur dali nga burgu të kuptoj ç'është gruaja, ç'është fëmia, ç'është respekti. Edhe s'përgjigjet, edhe bën si cub, si garib. S'ke përshku, thot, ke shtëpia jote, ti ke familja jote. Kush jeti, more? Kush jeti? Pronari, e ke blen në pazar?